Përshëndetje, Se në erdhet vëlla i nderuar, apo motër. përshëndetje, pyena që të bëj pyetje në lidhje me fen tane, për shembull, se m'ka bë përshtypje çfarë ndryshimi ka feja që beson ti nga feja muslimane. Kur gjë s'ka ndryshim në besim përveç në histori. Edhe një, që ajo historia mas profetit Muhammed ka ndryshime, sepse mas profetit Muhammed shumica i kanë ndjek shokët e profetit dhe pakica i kanë ndjek familjen e profetit. Prandaj këtu është një dallim te sunitët i ndjekjen islamin si mas preferencave të shokëve të profetit, ma shumë kanë pas respekt, ndërka që familja e profetit është mbyt, është masakru, dhe kanë qenë ma pakic, sepse kanë mbizotru khalifet edhe mbretërit, edhe normal që janë shumit, sepse mbretëri ka hek krye çka s'ka bo. Veçëm këto, a në besim nuk dallon kur gjë, hiq, definitivisht. Pse për shembull unë i kam pa në shumë panele këta të fesë iraniane, si quhet se unë nuk e di. Po, shijat. Shijat, pse mi fjali i ofendojnë edhe i quajnë sikur këta nuk janë të fesë tyne. E vërtet, mirë po ajo nuk është në rafshin akademik, po jo në një grup sekte, në sunitët kanë sektin Vehabi, apo Selefi, sepse të sunitët janë 59 sekte, të shijat janë 15, kështu që sunitët që janë akademik, edhe si familja jeme që e kom kretë suni, ata nuk kanë as një urrëtie, as nuk thonë që janë qafira, as kugjo. Ndërka që këto janë një do sekte vogla, të cilat veç ju ka dalë fytyra e vërtet, që bashkëpunojnë për me bo përçarje në islam, ata e thojnë këta që janë qafira, që i besojnë Aliut, që është pejgamber, këtë këto janë gënjeshtra. Kjo është propagandë. Por sot është koha internetit edhe ka dalë që shijat, do më thënë muslimanët shia, janë muslimanët ma original, ma të denjë. Po shijet prej rastit të luftrave që po bohën në lindje. Do më thënë, ata nuk e shesin vetën në fejnë e vetë, për mja bo qefin jahudive, apo muslimanve, apo me qenë mbretër, sepse mbretër në Kuran janë të mallkuar, mbretërit nuk janë përmenden për të mirë, a Jordani ka mbretër, Saudia ka mbretër, e tjera, po shihet ashtu ka arabe që shpo bashkëpunon me dushmanin e njerëzimit, jo të islamit, po të njerëzimit. Kështu që ata kanë mbet me shokët e pejgamberit, kanë mbet me khalifatet, kanë mbet me mbretnat, ndërka që shijat janë pakic, janë 30% shi muslimanëve, po ata janë me islamin original, nga familja e profetit. Une deri në moshën 27 kam qenë sunni, tash jam prap sunni edhe shia, por jo sunni që bëjnë përçarje, që sunni tradicional, që shka qenë baba janë. E jo këto sunit që kanë ardhë mas luftës Kosovës me sektet e ndryshme përçarëse. Ti mendon se sunit për shembull i kanë fut vetë në fe, i kanë fut shumë gjana, shumë tradita që nuk janë të vërteta. Po, sunitët mas profetit Muhammed e kanë kriju qeverinë, numër 1 që ka kanë ma e keqja, plasaritja ma e madhe, ka qenë qeveria e Sakifës. Do me thonë, e kanë abuzu fjallën e Zotit, fjallën e profetit, që profeti ka thonë mas meje e keni Aliun, e profeti ndrojet, vdiq, e 6 veta e futën në varë,
as shokt, as kërkush s'ka pas një kryetar Ibrahim Rugova vdiq, krejt bota u qomë, edhe e futën me ndere, me respekt, ndërka që profetin Muhammed vetëm 7 veta e futën varë. Kjo është absurditet dhe për këtë arsye, do me thonë, ata që ka bënë ndryshime e kryon qeverin e Sakifës, nuk e vazhdu në fen islame që shta profeti Muhammed, mas me e keni Aliun prijes, Aliu ka qenë imam, nuk ka pas nevoj për khalife. Imam është ndryshe prej khalifës së tokës. Prandaj, Aliu e qitën anash, Aliu ba 6 muj dit nuk ka dalë prej shpis, se ju mbyt edhe vajza e ti. Atje kryuan qeveri, Aliu mas 6 mujve filloj me punu punëtor krahu, një burë shteti, një krah i djathtë i profetit, një njeri përmendëm Kuran për të mirë, një njeri që kur një mëkat nuk është regjistruar, zbashko me 12 imamat e pastër nga mëkatet, u bo një punëtor krahu që i hapte bunarët dhe ju itke bashkët, kopshtet e jahudive, që kjo është Imam Aliu. Dhe Imam Aliu, mas vdekjes profetit, në asë një luft s'ka marrë pjesë, asë në kohën e Ebu Bekrit, asë në kohën e Omerit që ka qenë shumë i fortë që edhe Persin e ka sundu, asë në kohën e Osmanit. E shokët e profetit të gjithë kanë marrë pjesë në për këto luftra, po thuhet për islam, po ka qenë çështje e pushtimit të vendeve, dhe të gjithë kanë vdekë si milionera, sepse normal, kur shkon krahu i luftës, kur shkon luft, edhe kanë përfitu, si milionera kanë vdekë, a Imam Aliu s'ka pas as pare për qefin. Mirë po, kush ka qenë Imam Aliu? Kështu që këtu është problemi, që khalifatës, e prap khalifatët këto 3 parat kanë bashkëpunu me Imam Aliu. Kur kanë ardhë të Aliu, të Omeri, ado jahudi, për me pyti Omerin për disa pytje shumë të rënda, Omeri ka thënë shpejt shkon i thirrë në Imam Aliun. Imam Aliu ka shku me sandalet baltosura. Ka dalë prej bunarit, sa i ka qelë bunarët edhe i ka qitë veshin tokë, s'ka pas atër aparatura, edhe me lutje e ka kuptu ku po kalon uji, kjo ka qenë mrekulli e kohës, se s'ka ditë çdo kush, edhe prej bunarit del Imam Aliu, vetëm për hir të islamit, i përbin kafshatat e gjakosura, edhe shkon të Omeri, të Khalifja Omer, në atë luksin e ti, në atë jetën e ti, edhe jep këshilla jahudive. Do me thonë, në 3 halifët e para, Imam Aliu ka bashkëpunu edhe i ka gëlltit kafshatat e përgjakura vetëm mos mu përqa musliman. Po mas Aliut, kur e mytën për shkak Muavijut, edhe Aisha i shpalli luft, edhe Muavija i shpalli luft, i tregova shifrat me qindra që kanë vdek musliman për shkak Aishës, Talhës, Zuberit edhe Muavijut, atëherë mandej Imam Aliu i tha, mos më zini, mos më nxerrni mu khalife, tha, se unë çeto kam e bo, çush e bon Albin Kurti sot. Se Albin Kurtit ja kom dhënë qëtë libër, ja kom dhënë librin e Imam Aliut, se edhe Hashimit ja kom dhënë, edhe Krisht që ty mbe shok i kom pasë, unë se kam këtu të është, qëtë librin e ka edhe Glau Konjufca, edhe Imam Ali, edhe Albin Kurti, edhe Thaqet ja kom dhënë, edhe Këshilltarit, e tjerë, kredi ja kom shpënda. Që ka thot Imam Aliu? Thot, mos më zini, tha, mos më bani mu khalifes, unë jam imam, po ju s'm keni bojën sap, keni qitë prej lojes, moti. Por ju kom divu, ama mos më bani khalife. Tha, që ata ju që atë khalifatin, që po doni me ma dhënë mu, është si kurse planë si dhis, në duart e zgjebura, me zhuk. Dhe qka tha Imam Alia? Okej, tha. Apo doni ju, tha, me prezentu si imam, me më zgjedh si imam. Thot po, tha, unë, Aliu,
biri i Talibit, vllau i profetit Muhammed, se i ka thënë profeti si vllatet kom, veç këti si e pejgamber. Unë Aliu, tha, kur të vi në pushtet, nuk do të kem, tha, do të kem zero tolerancë për korrupsionin, për nepotizmin, për grabitjet, dhe çka ishte ajo, dhe do t'ju konfiskoj mallin e grabitur nga thesari i shtetit. Dhe për çetë arsye Imam Aliu u vra. A pretekst ka qenë pse u qua ishja Talha Zyberi, u qun ata 10.000 ushtarë dhiqen. Tha, e pse i shpallët lufta Aliut? Tha, sepse tha ky s'po e merr, tha, s'po hakmerët vrasësit të Osmanit. Qëton me drese i kom su. O zotni, Imam Aliu tha se khalifja e tret ka qenë Osmani. Dhe Imam Aliu tha, o pritni bre, o pritni, se jam ka e rregulloj shtetin se ma keni lanë qështu 40 ditë rresht protest kanë bë të shtëpia e Osmanit, halifës tret, ma në fund prej kulmit i kanë hije, kanë myt. E tash Aisha po lyp, pse ti s'po marrish hak për vrasësin e Osmanit. Edhe Muavija njëjtën për lyp. Ja thot Alia, 5 vjetë o kanë halifat, ky ka thënë, o, pritni sabër, bani ta rregulloj shtetin, se ma keni dhënë kërsh, lam ma keni dhënë, ma ndej, po ajo. Edhe kështu e mytën Alia. Atëherë, unë po kuptoj se hera partë që dëgjoj këtë që më theti. Po isha kurios më shumë me ditë se si është çfarë ndryshimi ka nga feja muslimane. Kur çam besim, ja. Edhe unë po kuptoj se ky pasa qenë më i drejti, domethënë. I zgjedhur, i Zotit, veç profet s'ka qenë. Shiko pak, se po të flasish me logjik ti the, ai s'ka bë luftra, nuk ka vrarë njeri, a kupton? Vetë, po. Ndërsa këto të tjerët kanë bë luftra, kanë vrarë njerëz, kjo tregon që ato kanë çdo gjë kanë bë për pushtet edhe që të lënë emrin e tyre. Vetëm Ebu Bekri. Vetëm Ebu Bekri, halife e parë, ka qenë më i drejtë. Ato që the ti, se unë nuk i njoh. Po, Ebu Bekri është halifja e parë. Ai ka qenë pak më i butë, ai për islam e ka pasat sundimin. Po, këto tjera të sundime s'kanë qenë për islam, kanë qenë me pushtu vende, me bo pasuni. Imam Aliu ka thënë jo, nuk dal. Po, vazhdoni, falset në prime. Jo, mund të vazhdosh, po unë thash këtë kuptova, sepse hera partë që dëgjoj. Sepse kam pa shumë live që flasin, që shajnë ato shijat e Iranit, që thënë jo këte, jo ane. Dhe kjo më ka bë përshtypje më shumë, thash, diherë të pyesja se ti merr vesh. Shumë shpifje ka, shumë propagande keqe, se me qëllim sepse 1979 është bërë revolucioni islamik në Iran. Në krye me Imam Khomeini. Para këti, mas ati ka ardhur Ayatullah Said Ali Khamenei, që ky që e mbyti Trumpi. Tash që pe zavenson Mujteba Khamenei. Pra, Imam Khomeini ka bërë revolucion islamik. Dhe e ka dëbu nga shteti një perandori, një shumë të madhe. Si me thonë Shahi, Shah Pahlavi, Riza Pahlaviu, 2-3 vjetë kanë sundu, kanë qenë popull i lashtë, ngritet Imam Khomeini, një Iran, i cili ka qenë Amerike vogël, me prostitucion, me kurvëri, me hajni, me lukset më të madh, ndaja, me shtypje, me kundër islamit, kanë punu ditë e natë. Ngritet Imam Khomeini dhe e krijon kushtetutën me kuranore në parlament. Dhe me njëherë mas kësaj, për mos me marë bota shembull se si mund ka me u jetu në shekullin 20 me kushtetut kuranore, po mund ka me u jetu edhe ato shumë bukur, dihet që sa mirë jeton një Irani 20 herë kom qenë, ta shka me bo këtu e qitën një përqamje, me njëherë mas revolucionit, as nuk e lanë me gëzua i popull revolucionin
islamik, do me thënë, shtetin islam, Republikën Islamike të Iranit, i bonën luft Irak-Iran. Për ja do naft, për ja do sende, po kjo ishte qëllimshme, se vetëm ishte friga e botës, se si do të shembëllej islami me një qeverisje kuranore. Dhe edhe si që shembëllen, po shihet rasti. Mandej, na jemi besimtar musliman, për besimin juaj s'po e di. Neve kemi amanetin e profetit, që ky popull iranian, persian, këta kanë merujt fen, ja rasti. Ullet profeti Muhammed, dhe aty ka pas shokt. Afër vetje ka pas Selman Farisijun, dhe me thënë Selmani persian, iranianët i sotshëm. Selmani ka qenë prej Persisë. Edhe thot, do të vjen, thot, një kohë që islami, edhe nëse largohet prej tokës, në yje shkon, një popull që tash nuk është musliman, sa ata persianët në kohën e halifes dytë, Omerit e kanë pranu islamin, thot një popull jo arab, që tash nuk janë musliman, ata, thot, kanë me mbrojt fejnë e Zotit. Edhe në qiell me kanë, ata kanë me zbrit në tokë. Dhe thot, ai popull, jam shon këtu të gjunja e Selman Farisijut, jam shon kështu, e rafa, disë kur të rafin kështu në shpinë për të mirë. Ai popull, thot, është prej qëti njeriu, prej Selman Farisijut, edhe sot po realizohet parashikimi i popullit. Kërkush nuk është duke rujt islamin, si që po e ruan populli i Iranit, që janë me ehli bejt, apo shia. Të gjithë po bashkëpunojnë, Jemeni janë edhe ata shia, Irakut janë shia, Libanit janë shia, Irani janë shia. Kush prej këtyve tjerve i kanë ndihmu Palestinës, përveç atyre 4 shteteve? Qa Jemeni i varfër, sa herë ka bo sulme, e tjera. Asnjë tjetër si ka ndihmu, edhe Turqia nuk i ka ndihmu. Turqia është e përmendur për të keqe në rrëfimet e imamit 4, Zenul Abidinit, populli kufitar. Bash, karakteri i Erdoganit është paraqit. Ai ka me shkatru popullin e vet. Majnin me. Karakteri ti, dhel prak. E vërtet është si puna e Kosovës, si thote, unë i ndihmoj e këte anej, po ne Kosovën për shembull se ndihmoi Turqia, Kosovën e ndihmoi Europa dhe Amerika. Ndihmoi Amerika e NATO, se s'mundemi mja hup, edhe Turqia i ka ndihmu, se ka pas ushtarë, avionat e pari ka qu me pilota turk, edhe ata ka ndihmu. Ama tash, ëndra e Turqisë është Ballkanin me bo Rumeli, se kjo është premtimi i babës madh. Rumeli është Rom i thënë Romës, me bo Ballkanin këtu, si kur sultanatët që kanë qenë Rumeli, që ato janë premtimet, për që ato i ndihmon Turqia Kosovës, edhe Shqipërisë e tjera. O zotni, unë jam kanë kundër kësaj xhamisë në Prishtinë që po bëhet. Që kjo e madhje. Edhe më kanë kritiku Osmanin, se unë e di për shka e them. Ti mundesh me ma dhënë mu një ndihmë humanitare, qoftë edhe krishterve i kom thënë. Se kur e kom pas institutin, se tash që 5 vjetë mas burgut jam me pa punë, që tu i menzi jetoj. Elhamdulillah, mirë jam. Zoti po dënë. Që kom pas një pasuni të përpashme, se tash ti mu kanë 5 vjetë pa punë, në të shtinë burg, një gruet pa fajshme, edhe e tjera. Pse, më falë që po të pisë, pse a ke qanë burg ti? Po kam qenë me 2001-ën, Trumpi kur i ka ra Kasem Sulejmanit. Po për çfarë arsye? Për një postim në Facebook edhe një fake ma kanë bo,
Amerika terroriste, na vrau vllaun ton, komandantin, duhet veprojmë, duhet t'i mysim terroristat amerikan. A unë jam budall, që unë kam e luftu me terroristat amerikan, kam e shku këtu në bon stila ku është, unë kam e shku atje me bo terrorizëm, mobre thash mos më shtini Bremburg, dur të lidh me mobre, thash se jam gjyshe, jam nan, me 2 fakultete, me master, jam aktiviste në fushën e humanizmit, në fushën e arsimimit grave, 50 veta në ditë bre frekuenca ka pas drejtoresh në institutin në infrashri. Jo, e shtinë në burg. 2 vjetë gjykim, shku në shita pasonin, po për avokatat, e pandershëm, hajnat. Mos kishëm mund une vetë më mbrojt me drejtsin teme, une sot 10 vjeti kishëm pas në burg. Edhe që ata njerëzit që rrinë për burgje, të ngratit që gjykohen vetëm që s'din me mbrojt vetën. Edhe une 2 vjet jam gjyku, ma në fund dola e pafajshme, plus as në gjykatën e apelit nuk kanë qu. S'kan pas argumente prokuroria. Argumente s'kan pas. Po, qëllimi i tyre ka qenë që kjo grue po ndikon në shoqërinë tonë kosovare. Dhe bashkëpunimi i tyre me vehabit, ma ka bo mu qëta, me hoxhalart, edhe më qunë burg, edhe u kënaqën. Po shka, punë e madhe. Unë se kam derte, Kam desh me të bëj pa drejtësi, se unë për shembull, unë kam pa në shumë video ty dhe të kam djek, ti nuk ka se ti thjesht fol për fen tonë edhe për sektit ati që i përket ti, a kupton, nuk fol as i gjë gabim. Bile për tolerancë, beso unë nuk kam sekt që shmendojnë këta, sepse Irani është popull 90 milion njerëz. O, aty me as intereson për mu, edhe në gjykat unë kanë thënë, unë s'kam lidhje politike, po ma keni bo, e tash kanë me ma dhënë me 6 shifra dëm shpërblimin, falë organeve të drejtësisë. Falë organeve të drejtësisë. Po ma vonojnë, po ko me shtyp unë, inshallah Zoti më ndihmon, se unë qëtë vjetë du të mi marë dëm shpërblimin, po ata po ma shtynë, po presin zare unë me vdek. Edhe nuk është puna të sekti sunni, sekti shia, këta janë 2 orientime, që na e gjajmë vetin. Por ata sunit që bëjnë përqamje, që shajnë shiat, edhe ata shiat që i shajnë sunit, janë shumë pak një grup i vogël, ata as musliman nuk janë, as sunit, as shiat, që bëjnë përqamje, din që ata kanë me edhonë përgjësit e Zoti, por akademikët nuk kanë përqarje me zvete. Në Kairo, për shembull, është qendra e shkencave islame, sunite, por e ka themelu 2 dietar shia, nuk e kanë ata problem suni shia. E kështu me ra. Yli Xhimi, ajde shko te nona jote, thuja që ato fjallë. Ajde, Yli. Ke shumë drejtë Iqbale, Qa me bo, bre? por si që the dhe vetë, tani mu më ka habit i gjo në Kosovë, për shembull. Ne, Turqia ka qenë, Otomant kanë qenë pushtues tek neve. Edhe këto për shembull i kanë vu emrin xhamisë Sultan Murad. Po. Për xhamin që e pata, po. Ajo është... Nise ato Sultan Murati e ka kriju xhamin, edhe s'mundesh mja hongër hakin. Tash, për shembull, unë e pe jap që të shtëpinë teme, pe bëj muze. Edhe normal që kanë me maqit këtu, unë pe bëj bibliotekë. Kanë ma qitë emrin tem. Ama xhamia e sotshme që po ndërtohet në Prishtinë nuk ka pas nevoj me qatë arkitekturën e sultanateve me ma pru në Kosovë. Qose ti mu ma jep një ndim. Ndima, humanizëm është edhe qenit mi angi barkin. Ama jo ti me ma dhënë ndimën edhe me më kushtëzu mu, bone qëtë arkitekturë, bone që ato shqiptarë, që po shkojnë në për Zvicër, në për Gjermani, po i bëjnë xhamijat me stilet moderne, e këtu na shqiptarë që jemi vendas, po i bëjmë xhamijat me stilet turke, osmanlive. Pse? Valla neve na ka dhonë pare Turkia. Po lene bre, mose ta jep ndimën, po ta jep edhe, po ta imponon edhe atë, si qikisht po ta imponon
ndoshta shqiptarët normal që nuk i dojnë turqit, po është gabim i madh, sepse turqit e sotshëm nuk janë Osmanlinjet sundues, ose gjermanët e sotshëm nuk janë gjermanët fashist e italianët fashist. Na sot i dojmë italiante, i dojmë gjermante, edhe turqit duhet mi dasht. Ama ato që kanë bo Osmanlinjet, se edhe ata i kanë përdor fen për me pushtu territore, edhe fen e kanë përdor vetëm për interesat e vetë. Vërtet është, fen ato e kanë pas një aset që përdorshin, domethënë ku çdo vend që pushtoshin. Po, ata ndoshta kanë bën ndryshime, shiko se edhe romakët, edhe persët, edhe bizantinët gjithmonë kanë pas fuqi, edhe kanë shku për shembull me një regjion, edhe kanë pa çush keq trajtohet femra, çush keq trajtohet fëmia, çush nuk din si me jetu, pasunin s'din me rujt, e tjera, ka shku kjo fuqia dhe i ka sundu ata për të mirën e tyne, por edhe e kanë keq përdor. Këta e kanë bo njësoj edhe turqit, ama sot, shihen shumë politika të fliqta, pse Erdogani dëshiron neve me na ndihmu Turqia. Po, si do qoftë, ajo është fuqi edhe punon me fuqin më të madhe, edhe ka interesin me shku kur bën, jo a i veti, i tjetër kush, po qashtu e tjera mos tim politikë. Veç mu se admiroj politikën e Erdoganit, definitivisht se admiroj, se a i kish mund, që se t'i shkoni sinqert edhe jo hipokrit, a i kishte mund me kriju fuqin e 4 botërore të shteteve muslimane. Po, është vërtet, është indikum edhe nga tjerët se Erdogani për shembull është me Amerikën, edhe me Izraelin. Po është me këtë NATO-n, është pjesëtare e NATO-s, po për Palestinën kur gjë s'ka bo, Sirinë e ka prun pushtet një ish terrorist, e ka bo kryetar, Ahmet Sharën, ja ka pregadit terenin pak jahudive, e ka hek Asadin, e ka pru tjetrin, një ish terrorist e ka shtinë me kravat mu vesh, e tjera. I kanë politikat e flishta, po këto kurthat që përdojnë një bo popullit pa ma parasysh musliman krishter, ata Zoti thot, kom ja qit për ftyre kurthat e tyre. Edhe Zoti thot, nuk kom ja marrë shpirtin pa i turpnu. Gjithë ata që e kanë marrë votën e popullit. Edhe këtu në Kosovë. Qose ty ta ka besu populli dhe ti e ke çpërdor pozitën tënde, Allah i ka premtu, nuk kom ja marrë shpirtin pa ja marrë ftyrën. E dikon dhe kemi na në përgjykime në përsende. Po, Zoti ja falt. Ja falt, ka shansa më pendu, me ja fal. O, jeta është. Që tu po lyp dikush me hy, po s'un po mundet të ky TikTok-u i vjetër. Tani u qartësova disi më shumë nga kjo pjesa, se desha me të pyet se i kisha dëgju domethënë në për më shumë këtu në TikTok, a kupton, s'merrem me fe. Po, Unë jam i krishter, po më shumë isha kurioz me ditë cila është, domethënë, mirë është me ditë, mirë është edhe me studiu, feja islame, krishtere, jevreje, kjo është feja e Zotit. Prandaj unë këtë ligjeratën e sonjme që e kam pas, 1 orë, 1 orë e 10 minuta, do ta keni në YouTube, bashkë sot kam folë për krishtert, për jevrejt edhe për muslimat. Unë të kishëm preferu ta vedisohësh pak, mos u bën fanatik në fen tënde, që shumë kanun e fanatik në sunizëm, por mundoju me lexu Kuranin, nuk ki nevoj me ndru fen, se feja sa është këmish, por duhet me pas një sy kritik ndaj fes. Unë edhe ndaj fes islame e kam syrin tim kritik. Nuk i përbi çdo lloj kafshate që m'jepet.
Kështu që të preferoj ta masi ke pa që ka disa sende që fshihen si të krishterë, si të muslimanë, si të jevrit, mirë është me gjetë fenë e Zotit, se me qatë fe kemi morin gjallë. Me fenë e Zotit, edhe Jezusi, edhe Muhamedi, edhe Mojsiu, edhe Davudi, krejt kanë pas një qëllim, fenë e Zotit. Fe do të thotë udhëzim. E tash udhëzimin mund ta marrësh edhe nga Bibla, edhe nga Kurani, edhe nga dhjata e re, dhjata e vjetër. Por jo edhe çdo verset të Biblës apo të Kuranit me marrë të gatshëm. Jo. Studioje edhe do të pyetesh nga Zoti pse nuk e ke besu të vërtetën, po ke hec, thotë një verset kuranor, mos hecni pas fërkemit, pra pas gjurmëve të prindërve juaj, sepse do të pyeteni, e fela ta kilun, pse s'po mendoni? Prandaj njeriu kur e gjen rrugën e drejtë, qoftë përmes Biblës, qoftë përmes Kuranit, Tevratit, ajo është kënaqësia më e madhe, ama jo rrugën pa krye. Pra verbërisht. Po, kime gjetë rrugën e drejtë edhe prej Kuranit, edhe prej shijave, edhe prej sunive, edhe prej katolikve, edhe prej ortodoksve, ma të mirat e krejtve meri. Jo verbërisht, po të flenë zemër, hajtë se feja, po më thotë. Jo, më në zotri, ki mu pyet e Zotit, pse të kom dhanë merë. E qështu. E vërtet, Ju jeni... ajo që thu ti është e vërtet, por unë për shembull besoj tek logjika, tek feja si jam besoj tek logjika, nuk besoj që më thot tjetri ose që më thot dikush. Shumë. Jo banu kështu se e thot ky ose e thot ajo, unë këtë si besoj. Po, bravo. Ama besoj logjikën, cila është e logjikshme për të besu. Edhe hapja e logjikës, ndriçimi i logjikës është pyetja. Pse? Se ndonjë logjika, okay, po pa u qel dera me qelc, pa hy drita e Zotit, edhe logjika ndryshon prej logjikës tjetër. Prandaj kur ti lexon versetet kuranore, lexoj me logjik, lexoj me pyetje. Çka ka dash bre me thënë? Ajo për shembull ka dikush pe merr një verset aty, një verset këtu, copa, mishmash po bëhet verseti kuranor edhe gjuju krishterëve, gjuju muslimanëve, krejt krishterët kanë me shku në xhehenem. A unë sot 4 versete i kom lexu që po thot ehli kitabi, jevrejt edhe krishterët, jo të gjithë që kanë me shku në xhehenem. A këta thonë krejt kanë me shku në xhehenem. Pse? E kanë marrë vetëm 2 versete. A unë sot me një gjys 4 vende po të regon që s'kanë me shku në xhehenem. Prandaj po thonë, merre lexoje Kuranin. A ke lexu Kuranin? Jo, ta them drejtën, unë s'kam lexu Kuranin, por këtu më dukesh për shembull që ti je drejt në krahasim me disa hoxhallar që dalin, edhe thojnë i fusin gjithë, domethënë edhe folin, është budallik ta flasësh i gjatë tilla, kupton? Folin njësoj që shkanë foli jevrejt në kohërat shumë të lashta, verseti kuranor thot i kanë marrë disa versete, disa tjera i kanë haruar. Edhe hoxhallart flasin sepse e kanë shit fenë e tyre, shumica, mas luftës, sidomos këta që kanë studiu në Arabi, këta që janë bashkësi islame. Ata fenë islame e kanë bo pronë vetën. Unë vetëm kam drejtë. Ti, pse fol, për shembull Drilon Gashi, ka fol për Çerbelan, ndodhin e nipit pejgamberit, i kanë thonë mos fol për ta se s'është tradit. Pse ka fol disa dijeni më ndryshe për Imam Aliut, i kanë thonë shia, e kanë qitë prej punës një profesor, një dietar, që ka magjistru në Jordan, ka kryer shkollën, fakultetin Medinën, Meke. Prandaj, hoxhallarët e kanë bë prompt vetën, fenë. Edhe ata e komentojnë ç'është të dojnë. I përçajnë njerëzit, Zoti na rujt. E vërtet është edhe këto kohë e funit, për shembull, je shohim futen edhe te kombi, futen tek figurat kombëtare.
Ata janë fut më para 4-5 vjetëve, tash kanë fillu me fut flamurin në xhami. S'ka në xhami, as në kisha. Flamuri i popullit shqiptar nuk ka as në kisha, as në xhamia. Nuk është ajo tash për me përmisu gabimin e disa hoxhallarëve që i kanë pas marrë kryesorët që e kanë bën flamurin lec, tash na rrafin gjoks me shqiptarizëm. Hec, more zotëri. Flamuri shqiptar as plisat nuk e kanë vendin në xhami, as në kish. Sepse në xhami shkon edhe boshnjaki, edhe romi, edhe turku, edhe Ridvani, sërbi, që u kthy në islam. Se po e jep etnike po e bën. Nuk ka vetë shqiptar. Në Kosovë kush ka lind janë as kosovarës janë. Krejt janë dardan. Edhe ai romi që ka lind në Kosovë, që ka gjysh e stërgjysh, edhe ai është dardan. Kombet janë kriju në shekullin 18 e këndej, para 200 viteve. Respekt, unë jam shqiptare. Edhe mburën, ama kur është në pyetje, feja jeme, feja është frym, kombin e kom gjak, a mundet një trup me jetu pa gjak e pa frym? Profeti neve Muhammed na mëson, i badu din, thot dashuria ndaj atë dheut, nuk thot ndaj kombit. Dashuria ndaj atë dheut është pjesë e besimit. Prandaj të parët tonë rilindasit kanë thonë, pa atë dhe nuk ka fe, pa vatan nuk ka iman. Pra Shqipi bjerë pa atë dhe nuk ka fe. Prandaj, si në Kosovë, si Shqipni, në Shqipni kemi plot bre sërbë. Kur kom shku në dur sërbisht bre po flasin. Do me thënë, kemi plot sërbë që i ka shqiptarizuen Verogja. Po edhe sërbi i Kosovës, që ka lind këtë Kosovë, Zoti e ka caktu qëtu me lind, edhe ai romi, edhe shqiptari, edhe turki, krejt na jemi dardan. Dardan jemi numër 1. Ma ndej, je ose tradhtar, ose je shqiptar tamam, ose je tradhtar, e tjera, e tjera. Prandaj, xhami nuk bën me hi, as në kish me hi flamuri, sepse bën diskriminim ndaj romëve, ndaj turqve. Unë po shkoj në xhami për shpirtin tem, po shkoj mu fala, jo aty ti me mbon qarkatura me flamure me sen. Kisha dhe i pyetje tjetër tani. Në Shqipëri, sa përshin janë sunite dhe sa përshin janë shia? Si mas statistikave, po, qato që ka e di, nuk mundi me qenë, si mas statistikave janë Shqipni, thojnë se janë 60% muslimane, 40% janë ortodoks, e tjerë, e tjerë. Mirë po, 60-50. Mirë po, shia të ehlibetit nuk ka. Ka vetëm tamam shia që prej leximit e kanë. Janë 100 familje në Prizren, edhe në Kosovë ka me 1000 familje që e simpatizojnë ehlibetin. Por prej sunive dalin këto teqet. Pra, shia ka, suni janë 99%, mundi me thënë. Po, shia nuk ka, shia që e kanë marrë prej leximit. Por ka shia që janë prej tarikateve. Në Kosovë janë 25, dikush thot 30%. Do me thënë që to teqet që ka ishe në për Kosovë, këto krejt janë flakt janë për ehlibetin. Janë vdesin për ehlibetin, për familjen e profetit, për Imam Aliun, e tjera, e tjera. Mirë po, ata janë herë në pamjen e jashtme, të tarikatët, që ose e këqy ritualet, i bëjnë kretë si sunitet. Falin namaz, i lidhin durët kështu, ashijat i kanë durët të poshtë. Mirë po nuk falin namaz, tash kohëve të fundit kanë nisë me falë.
Sepse në për tarikate, jo të gjitha teqet, po hala sot e përdorin alkoholin, gratë, as një shih në Kosovë, veç njëm duket Prizren, gruën e ka me shami, okej, pasusit gratë tjera munden mu kon pa shamia, ama gruja shehut, gruja hoxhës me kon pa shamia është pak absurditet. Kështu që tarikatët e na në Kosovë, nga ana e jashtme, janë sikur sunnit. Krejt falen, bojnë si ata, veç nuk i kryn ritualet agjërimin e jadosen dhe tash kanë fillu me i bo. Ndërka që nga bindja janë si shia. Tani, ti the shijat nuk falin namaz, apo jo? Tarikatët. Nuk kanë falë, deri tash, deri para, nuk kanë falë, nuk e admirojnë namazin. Jo kret. Disa teqe, po 90% i tyre nuk falin, alkoholin e pinë, por nuk e agjërojnë Ramazanin, që është ma e keqja. Kjo është obligim Ramazanin, namazi. Mirë po tash ka ndryshu situata, se edhe ata e në vendisu. Edhe ata e në vendisu që s'ka pa namaz. Imam Alia një pik të alkoholit se ka shti në trup. E ka u bon tash këtu teqet me piva, me birra, me alkohol. Nuk shkon. Po këto Mirë po, janë bektashita, si quhen këto? Po, qësh? Këto bektashit shia janë, apo jo? Bektashit edhe ata thënë që janë shia, do me thënë i pasojnë 12 imamët, po nuk janë shijat original të Mekës, Medinës, të Meshedit. Në shijat original as alkoholin se pinë namazin, janë si sunnit, njësën. Namazin e falin, haqillëk shkojnë, kiblen e kanë qabën, namazin e njajt, pejgamberin e njajt, edhe të këto tarikatët, pejgamberin e kanë Muhamedin, po Aliun e lartësojnë. E kështu me radhë. Ka be shumë sekte, po krejt janë i pranonë Zotin, nuk e kanë problem. Krejt kam i gjyku Zotin. Ama ata që ka bëjmë përqarje, ata janë problemi. Se gjdo fe ka përqarje, ka sekte, ama zban me bo përqarje. E vërtet është, e vërtet. Tani unë se kuptoj ty pse të pasën ba denoncim, sepse ti nuk fol as i gjatë keqe, do me thonë. Çdo gjë fol që është e logjikshme. Po, është e logjikshme, por adin si është, zotri, kur e tregon një të vërtet 1 milion gënjeshtra dalin shesh. E tash ti për shembull e ke pas një gjyshes të gjysh, shumë e admiron, për ta në tokë për zgjalli hyn. Ama kur vjen dikush edhe të thotë valla historia e gjyshit tonë, katastrofë. Ti e në gjendje me mytë ato, pse për tregon këto të vërteta. Ato janë të vërteta, po se pranon se ti e don atë gjyshin, s'ta gjyshin tanë. Prandaj është arsyeja pse une nuk bëj përqarje kështu me shajt, me fyt, me send. Po vetëm se e tregoj të vërtetën, kështu edhe kanë pa ndikimin që populli po i kthehen e hlibetit, se s'ka në Kosovë mas shumëti se une që flas për e hlibetit. Në beso që 4 vjetë, masim ka ndru jetë djali, 32 vjeqar, edhe masi kom dalë prej burgit, atër ma kom thonë qeku janë. Boll ma, zotim sprovoj, edhe me burg, edhe me marrjen e evlatit, dhimbta maj madhe nuk ish në këtë dynja, me ta marrë zoti evlatin 32 vjeq, edhe kom thonë boll ma, në qëtë dhamë, ndoshta frigoriferin se kom pas 2-3 sende që aty, edhe thash, ashtu sa ashtu, thash, une jam tut, mos po nalet biznesi, i burit, mos po bota jo kjo, ta kamerën, një telefon thjesht, nisa top, me fol vërtetën, edhe thash s'ka më frigu, ka me tregu të vërtetën, edhe për e hlibetin, as vetë, në moshën 27 vjeqare, 4 vjetë në medresën e kun kry, mësuse e Kuranit, jam kur një fjalë, një orë mësimi se kemi pas për e hlibetin.
për vajzën e profetit, as një orë mësimi. Kur fillova une me i kuptuja do gjona, thash mëre këto shumë rrena paska të feja jeme, islame, shka paska në bo mëre qyshe kanë mytë familjen e profetit, njerëzit ma dashur, ma ndin këto librat vetë që janë sunite hadiseve, thot profeti, Allah helmin penin në dhamë ditën që po vdes, qysh mëre profeti me pas helm goj, e tjera, thash, quj bëllë, edhe dole. Edhe tash elhamdulillah kam shumë njerëzit që më pasojnë, vetëm për hir të ehlibetit, edhe për hir të asaj që sunit shijat janë vllazën, këto sektet e vogla që janë prej shijave, janë një grup shumë i vogël, në Gjermani, në Zvicër, se ata këtu zguxen me fol, se e shajnë, e mallkojnë e send. Imami jem që ka ndru jetë Rehberi, Ali Khamenei, a i ka thënë kush e shon Aishën edhe shokët e profetit edhe i mallkon edhe i shon, ata nuk janë as muslimane, lënë më shia. Do me thënë, muslimanët, syni shia janë një, po këto sektet e vogla që bashkëpunojnë për interesat e veta e shesin edhe fejnë. Ere me men gjitha o gjallar, krejt bota, krejt Evropa, e ngritën zonin për Palestinën, o gjallarët e tonë, as njani nuk dul me shall në protest. As një, i vetëm. As në Kosovë, as Shqipëri. Ata dalin vetëm për Turqinë. Po, dalin. S'kish ka me bo, se parja interesi i jambën. Ora 2:30, apo më falë mu se ka dal. Kalosh mirë pra, Iqbal, respekt. I nderuar, kur t'je ka Prishtina, lirisht mu lajmëro, edhe ulemi e pim një kafe, ta jap ndo një liber, diqka, qose Okej, ta kam bë follow, respekt. Faleminderit. Natën. Këta shokët e mi, mashallah, veç më pas kanë dëgju, une me këtë mikun tim të Krishterë të i folë. Uteja, faleminderit, vëlla. Faleminderit. Kush dëshiron, une çdo të ejte, e kam takimin, e më falni, çdo të premte, prej orës 12 deri në 6, në 7, e kam takimin me fansat e mija. Në qose është femër, s'ka det, mundë mu taku, në qose është mashkull, mundët me marë ose nanën, ose naj shoqe, ose naj motër, se vetë me ta nuk mundë me dalë, se i kam principet e mija të fesë. Dhe këtu në Veternik e kam e lajmë një takim, edhe ulemi bisedojmë, e kam edhe një liber në shitje, kam nevoj me shitë, është libri imi 5 në për konferenca ndërkombëtare dhe me këtë libër vinë edhe 5 libra tjerë që janë nga 1 euro, nga 2, janë libra shumë të mirë që unë jo ndaj juve, 5, 6, 7 najherë më varet që shkam, sepse kam libra që i kum pas për shitje, po tash ato janë shumë të vjetra edhe nuk ka në internet, edhe po du me i largu prej libraris, jo kësaj, se kjo është personal e imja, po i kam po drum, edhe mundim jo bo një paket 20 euro, o janë libra tepër të mirë, ka tema sociale, tema për fen, për ehlibetin, për gratë, për burat, të drejtat e gruas, baza kuranore për etikën sociale, që shkryot një shoqëri e bukur e mirë me etikë, me moral, për çdo lloj, për tarikatet, për shembull tregon unitetin e muslimanëve. Ka shumë tema interesante që i kam shkruajt me shpirt e me zemër, pra është 20 euro, 20 euro janë veç pak se që tu s'po shihet. 7 libra, që ky libri edhe plus të tjerat, pra, ky është pra libri në për konferenca ndërkombëtare. Në Kosovë keni gratis,
postën, ndërka që në Shqipëri, Macedoni plus 5 euro, 6 euro që ashtu diçka. Vetëm lajmërohuni në 044 509 200 ose në Facebookin tem Ikbale Huduti, e keni në Facebook, ose këtu më shkruni në asi, mandej ju jap, do më thënë ju marr adresën, send ju bi, edhe pagesën e boni kur të mrini aty, kur t'ju mrin librat në shtëpi. Dardania, hajde shkote nëna jote tuja qëto fjalë. Hajde se unë jam nëna e Zerës, Musinit, Ahmetit. Luani, ndoshta ty ki shpik gjana për fe islame, ndoshta ti diçka çka nuk e din, jo ndoshta, po shihet që diçka çka nuk e din, dhe sot e ke dëgju, nuk do me thonë se është gënjeshtër apo shpikje. Sepse unë nuk i frigohëm kësaj kamerës ti që po më këshyr, se i kam 60 vjetë edhe 1 vjetë për bëj, 59 qershor, nuk i frigohëm kësaj kamerës, po i frigohëm kamerës Zotit, kështu që më mirë mos vlerëso se po bëhesh shok me shejtanin. I shpikin. Interesante, që është paradoksit e na, që se dishka nuk e ka nuk e ka dëgju, nuk e din, thot këto janë gënjeshtra. O zotni, nuk i njohuri, bare hesht, mos e tregoj ignorancën tënde, po i shpika. Ka kam interes unë me shpik. Ku me shku ma shpet që atje ku me rash shehid, ku me shku që atje të djali jem ku e kom qu, me hik prej kësaj dynjas, e me shku në e gjenet mirë, e kjo më thot, e ke shpik, ajde bre. E të ndiruar miq, faleminderit shumë që ishit, mos harroni edhe një herë, 20 euro i keni 7-8 libra, ju bim me post deri te shtëpia. Pra, ky është libri i 5 jemi në për konferenca ndërkombëtare, tematika tepër të mira e keni, dhe pastaj ju shkajni në Shqipni, në Macedoni kom që shumë, kësi libra, me gjithë librat e tjerë, pra ju qoj me post, edhe bëhet mirë. Në Kosovë keni gratis, vetëm 20 euro pa postën, 5, 6, 7, 8 libra. Nuk jam më në të maqare. Ma mirë është me dhanë, mos me të nejtë të shpia pa lexu, se ka me dhanë përgjësi para Zotit. Kështu që faleminderit. Faleminderit edhe që më ndiqni, faleminderit për follow, faleminderit shumë për gifta, sado që keni mundësi. Çdo kush ka nevojë për një përkrahje të vogël, Allahu ja vlerëson çdo kujve. Faleminderit për juve që do ta porositni librin dhe ta dini se libri në një shtëpi, në raftët e shtëpisë është pasuni, është kulturë. Ndoshta ti s'ke pas mundësi me lexu atë libër, po mjafton çaq sa e ke lexu anash, nesër mas nesër, nipi, stërnipi, mesa, stërnesa jote, se ky libër nuk prishet, përveç me kap edhe me djeg, edhe me shky. Prandaj këtë, kur investoni me libra në shtëpi, i thonë në gjuhën, në fen islame, sadaka të ujarje, që do me thonë sadaka e përjetshme. Edhe kur vdesti, çdo kush, fëmia jote, nusja jote, një dhuratë që ka ja çon nusës, djalit, familjes, a e vetëm qose qelë që ta me lexu, ti që i ke dhënë parët, edhe unë që i kom shkrujt, neve na pik se vapi. Kështu pra, faleminderit shumë, ju dua shumë të gjithve juve vëllezër e motra, edhe nga TikToku i vjetër, edhe i riu, por kaloni tek TikToku i ri, se po më duhet me i ba një 10.000 followersa, 5.000 i kom ba gati, prandaj nuk jam duke postu tek TikToku i vjetër, po vetëm te i riu. Esselamu alejkum, ju dua shumë vëllezërit edhe motrat e mia, të krishterat, musliman,
Dhe Zoti ju rujt, Zoti ju dhash të mirat, faleminderit që ishit me mu deri në këto orë të vona të natës. Esselamu aleikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju, bereqeti, shëndeti dhe gjithat mirat në jetë.